Përshëndetje të dashur teledëgjues, teletabisa tan. Mirë se keni ardhur. Edhe teleshikues për thuaj. Patjetër, teleshikues, teledëgjues, teletabisa, i tham që të gjithë mirë se keni ardhur. Mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios, por gjithashtu në kanalin 10 në digital kur nuk është se do ketë një situatë shumë të fortë në Big Brother, mund ta kaloni këtu te ne, pastaj kaloni prapandej, pastaj te ne çikandej. Hem këtej, hem andej. Sepse DJ këtu, ne këtu Big Brother, siç e tha kolegu, është atje, por ju mund ta keni në shtëpitë tuaja, mjafton që të hapni digital në kanalin 1 dhe 2. Dhe gjithashtu ne do të jemi për 120 minuta të plota, 2 orë. Këtu na keni. Doni apo nuk doni. Ndërsa Bigu ne keni 24 orë. Kemi edhe muzikë por. Me 2 orë së bashku të ne. Mirë. O jo se ç'ke marrë një nur kështu më burr, si tip drejtori e por, si ka mos. Si shef sektori. Mirë, shofildish. Po se jemi në sezon në festash dhe të folim, të qeshim, të vishëm i bukur, të argëtohemi, të themi fjalët e mira. Se ke përsëritur dëshpërinë, pse çfarë është sot vitirie? Po pra vitiri është se erdhi. Në fakt është i vjetri, si i riu s'ka ardhur akoma. Erdhi vitiri. S'është momenti për të kërcyer. Okej. Ore, se më kujtua tani mua, për vit të ri të gjithë han, pin, gëzojnë, festojnë, vetëm gjeli detit jore, se e di se çfarë pret. E ke parasysh, i ke vënë në re që gjelat e detit janë qetësuar. Ja, më s'është. Sa që për ti është pulo. Pula dhe ka ditë tjetër. Po disa ka shkuar gjeli deti. Prandaj bëj pak se deri këtu shkoj. Po ti je te pata. Çpato i pulë kalastrej thon. Prit nuk. Po na marrin telefon. Alo, po urdhroni, kush jeni? Gjeli detit, jo. Gjeli detit, e? Po, urdhro, Gjel. Me që më përmëndët, vendoseni gjigat e këngën time që më kanë dedikuar mua. Këngë që të kanë dedikuar ty, nuk po të kuptoj, zoti Gjel. Isha më vrave mo, të vrafti mo disa. Avash pak më, që janë këto mallkime tani në ditë festash, zoti Gjel, unë e kuptoj hallin tuaj, por do të mendoj me për njerëzit. Mallkime, jo. Janë marrë që mburen nga shpirti. Po të gjaj hallet. E po të peste o shokojim. O, zoti ma. O, Gjelo, është emision gëzimi kyre, nuk është emision vakije. Do bësh në një urima për qa more, se nuk të kuptoj. Ja, iga të në. Prito, rridhe qik më burë, ku po shkon? Iga se kam provimin e gjuhës, do marrë certifikatën. Do me marrë certifikate, o, Gjelo, qa gjuhë e po thua? Gjuhës Gjermane, do ikin Gjermani me kontrat pune. E në shullikun, ne stut mje lajt, qys, pip. Me mbylli, mor. Ike të këndoj qyshja në këtë gërmadhë, mor burë. Pu. Alo? Telefon prape? Alo? Qyshe jo, ma më thire. Po jo, i rash pa dashje, ma bë halal, o zonja qyshe. Ciko, ikim pak në muzikë se që nga në gjithë duke dëgjuar, ke frikë përmendësh direkt, dikëse del kështu direkt. Ikim muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Sërish këtu në transmetim, o Juli. Dhe ti mendon se erdhi vitiria, nuk ka filma. Është fiks periudha për të parë filma, se janë pushive të shtruar sa gjër e gjatë. Kudo vëm tani? Sot do t'i rikthehemi Skënderbeut, por kësaj radhe nuk është Skënderbeu me Hamzajn. Me kë është? Kësaj radhe është Skënderbeu me Donikën. Duke bërë pazaret e vitit të ri. Mos ja fut kot. Po mirë që bëra Skënderbeun në fund, po vi Donikën, unë mirë? Po faleminderit që mi lë rolet e mëdha mua. Po ti e bush. Dukesh ke shumë ngjashmëri me eroin ton kombëtar, dhe unë prandaj e vesha bluzën mbrapsht për gjithë ju që mendoni ç'ash ky. Bëhet të ditur për familjen tënde të parë, se thonë ne zorëm tamam, si na doli kështu në televizor. Jam mirë, i haqë të gjitha Big Brother duket. Lutem më burr. Okej, jemi gati. Maestro, pak muzikë. Sa unë tani jam Donika. Përshëndetje o populli i arbërisë moderne. Unë jam Gjergji. Jo i librave. Pa ishi sa po pa çmimin e gjelit detit, menoj të kthehet përsëri në luftë. Ma mirë të përballesh me armikun se sa me çmimet. Gjergj, mos e fillo dramën që në minutën e parë. Je bërë më i ndjeshëm se çmimet e perimeve. Hajde lëvizim, të lutem, dalim.
Dalim ma vonë Donik. Më vonë nuk mund Gjergj se më fillon ertu gruli, po të shohu. Donik, ka shumë seriale sa po shef ke për ta mësu turqishtën ma mirë se unë. Gjergj, përveç pazareve të kujtoj që ke premtuar të më ndihmosh me punët e shtëpisë, apo harrove, je hero vetëm jashtë i Gjergj. Donik, unë mroj kombin jo lavamanin, Donik. Unë pastroj Shqipnin, jo enët. Lej këto gjërat që po bën, lej këto heroizmat, mos më bë filma mu Gjergj, po hec tani. Mirë, Donik, po dje ma ti lava 2 gota. Njona mran tokë, po hajtë se ma mirë do bëhet. Gjergj, ti dikur i dashur qaj e malet. Tani për ton të ngrihesh nga divani, çfarë po ndodh kështu me ty, Gjergj? Donik, këtë përtes nuk e solla unë. Atë e gjeta këtu, ja mes jush. Si thot ajo shpreha mor Gjergj, nëse do të ndryshosh botën, nise nga familja. Kështu që hajde se duhem bërë pazaret për vitin e ri, o Gjergj. Pazare? Po unë s'kam ba kur pazare, Donik. Prandaj jemi këtu ku jemi, o Gjergj. S'po të marrë vesh. Po të kishe bërë pazare, do të kishe mësuar si prishet mendja që ati që i thua mje portokallet, ti merje pak më lirë, si të marrësh gjizën me mik, si të negociosh për atë të mishit që ta kishte ulur pak ose të futesh e paradh. Ja, të gjitha këto duhet ti të mësoj unë të Gjergj. Po qa me ba tani, Donik? Qou, hajde në pazar dhe shiko qa bëhet. Qa? Do kuptosh që armiku s'është sultani, Gjergj, po faturat me TVSH. Mora pushkën e dola malit të luftoja për atë dhe. Ku ta dija unë i shkreti sa armiku pas kësh ne. Gjergj, mirë që ma kujtove. Shko e dilen malë se na duhet një bredh. E kur të zbresësh, merë frutat, pijet amaretat, gjelin e detit dhe fishek zjarit. Pau, pau. Qa ka, Gjergj? Donik, Urdhëro. dikur merja vetëm princër e ushtar. Sot marr oferta, 3 speca, 5.000 lek. Ma lirë m'del me rethu prap krujën, Donik. Mos u viktimizo, Gjergj, se kur shef ofertat në Instagram me influencerat të pëlqen, zbritja 30% për trimat. Kur rotullohen ato, Gjergj, nuk i di ne. A jetu ba gjeloze, a? Gjeloze s'jam, por mos e te pro. Të dalin në fit vetëm goca, Gjergj, si ma shpjegoj këtë mua? Donik, po jam i famshëm ndjekin rëpt. Të ndjekin, po unë nuk kam vdekur akoma. Pse mi bën këto tani i gjete të mi bësh në pleqëri? Donik, maj Donik, mi e basi hoxha nac. Betohem në shpat se vetëm çmimet po shifja. Lëre shpatën, Gjergj, shpata jote nuk i vlen mas dhe një pule deti. Lëre që atë se ke më ti, po e kanë austriakët, ta kanë marrë. Donik, Po. apo presim pak sa t'ulen çmimet, se besoj kanë me zbrit. Jo, do dalim tani, të marrim edhe arat për baklavan. A do e festojmë vitin e ri me amëlsin turga? Si të gjithë, edhe ne, Gjergj, merë që kiqin të thyesh arat. Po i marim burnesh qëru me të thyme. Pse more, Gjergj? Të tepërta i kam lekët unë apo t'ja jap tregtarit? Pse s'di ti thyesh ti? Pastaj do të më ndihmosh ti mua, 3.000. Ti që ke thyer malet, s'po thyen dot ara tani. A una? Po, ti që thyen gurt e kalave, s'po thyen dot një grusht arash. A të lutem, Gjergj. Donik, unë shkova. Gjergj, bëj pazar kur të shkosh. Mirë, se po nuk the, ma uli qik, nuk je shqiptar. Mirë, Gjergji. A zot çam ke bëj, Jula, më ke bëj që të bëjmë edhe role megjithëse Aktori mirë bën dhe role grash, se burrash i bëj gjithë. Po, patjetër. Ej, mos më filma mua, imagjino të kishte ndodhur kjo biseda me të vërtet midis herojit ton kombëtar. Na falni që të gjithë abdetarët, po edhe ne jemi abdetarë, bëjmë thjesht sa për humor. Part 3 do jetë Dorika do pa që është fut Big Brother. Jo, kjo është e tepërt. Ja, mos ja fuqo. Edhe Gjergji çon drona. Ka personazhe, po. Sa të merremi vesh nëse çfarë do ndodhi te episodi tjetër, mos më bë filma mu. Është koha që të ikim në muzikë shumë të mirë dhe të rikthehemi sërish. Vetëm pas pak vazhdoni të qëndroni këtu. Jemi rikthyer! 2 avion
që fluturojnë në ajër. Top fare. Nëse hëna kjo pëlqen, futi një mendje top. Ladies and gentlemen, this is a flight number 35. Jo, më duhet të fuzësh mikrofonin në gojë, po kjo është shumë i madh. Ç'a të bëje? Fuzësh mikrofonin në gojë, sa ashtu e bën atë zgjuar. Deri ta kulloria kemi shku. Okay. Pse edhe flautin më bëj shumë mirë se ke po ato vitet shumë interesante. Fyell, flaut, po ç'bëri kodra, ç'bëri bregu. Po mi vrimi bi. Tamam, andej po. Shumë mirë që bën apo. Jemi në periudhë festash. Këtë e kemi thënë, e kemi stërthënë dhe po e thonë, po e stërthon shumë rreth e rrotull se fundja është fundi i vitit. Tamam. Por, e di se ç'bënte Migjeni? Ç'a gjë? Migjenir, poeti që thot Gjeldeti me shpirt arsyesh. Po pra se me gjithë Rallafi. A ka Gjeldeti okazion? Ka ora. Ka? Po, janë ata që janë gati për të cofur. Ata i gjen okazion. Me të paktën një tjet i gjallë sa ta marrësh. Po, ka, pas e na treme me Migjenin apo sa Migjeni poeti. Po, okay, më që po del te artisti. Artist po. Patjetër. Të lutem, DJ, një bazë pak poetike se ku do të dali ky djalë. Me këtë letër urimi, hapim zyrtarisht sezonin urimeve për fund vitin. Kështu që shkruani edhe ju një mesazh, bëjni kopi dhe pastaj 5 të gjithë personave, miqve që ju doni t'ia çoni këtë mesazh dhe ja çfarë shkruante Migjeni dikur në vitin 1936 teksa uronte për vitin e ri 1937. Aha, moment artistik, bukur, më pëlqen, po. Tani, harë që ti kemi. Po. Per favore, DJ, bravo. Shok i dashtun. Unë përgjithsisht nuk shkruaj urime. Pse kështu ti? Se kohët vështirë ndoshta s'kishte. Ti po flet si Migjeni tani. Po, ndaj çiko burse po mendoj se po më thu mua edhe duhet të flas. Unë as ngjaj me Migjenin morbi. Ti je kokë kë Migjeni vogël, po. Nuk shkruaj urime as për Krishtlindje, as për Bajram. Po nuk shkruaj se Bajrami ka kaluar si fest, prandaj nuk shkruan. Nuk shkruaj as për ditëlindje, as për ndonjë festë tjetër. Nuk shkruaj sepse urimet që në ato ditë tan bota i ban, nuk di a plotsohen se po thuaj të gjithë dalin nga hipokrizia. Aha, e paska me të fut me kjo që në fillim. Bota këta e din, por njësoj vazhdojnë të shkruajnë urime. As për motin e ri deri tash nuk i urova as kujt as gja. Po mirë me varja se po të urojmë ne ty, Xhaxhi. Por kësaj here dua të hyj në radhën e njerëzve korrekt dhe të uroj shokëve të mi motin e ri 1937. Migjeno, 2026, a o shoku. Koleg, atëhere ka shkruar se më çfarë vetëm. Po e marr shumë ballore unë këtë gjë që po bën ti Juli, nuk e di. Është letër e vjetër, nuk është updateuar, se kanë marrë akoma këta TikToker. Më fal. Ç'a do të bëjmë? Më fal, të lutem vazhdo. Së pari të uroj shokit dashtur në gjumin e amël. Çe ka shpejt mbyllim më? Po jo. Kanë kuptimin figurativ, domethënë reati i gjumë të ëmbël. Ma çmend e fare. Tani, që të mos dëgjosh si që moj njerëzit në barën e kryqeve të vetë tu mundue. As britmën e nga njësve në këtë jetë, të mos e dëgjosh si bubullimën e Spanjës. Këtu të Spanja më rrisë antifozi madrilenun, bravo, Migjen, aty më pëlqen. Ludhe i qik. Po, lu në një. Ta bash gjumin e amël. Natën e mirë. Të mos e dëgjosh si atëherë, ku afër teje gërset dhëmballa për dhëmball nga të ftohtit. Si e ka shkruar, shumë kurioz jam, si e ka shkruar letër kështu, këtë që bëre ata. Si? Edhe i dënë në mes. Pse atëherë duhet pyesësh më i dhëmball. Pse ndeshe për dhëmball dhe gërset aq fort? Po ku dëgjon, ndoshta mi ka vendos protezat ashtu ai si mi vuri, ku di më, pas e ka vën treshin te dyshi. E gjuha në vend dhëmballës përgjigjet. Pse është ftohtë zotni? E kur është ftohtë zotni, të hyn dreshi. To bën strafulla, çfarë dreshi thua mor, atë mbi dreshi të hyn. U hyn dreshi trupit zotni, muskulve, nervave dhe që ashtu gërset dhëmballa për dhëmball zotni. Është tepër banale të themi se mungon veshja dhe mbathja. E qartë, shohim çdo ditë në televizor këtë që po thua. Së dyti, mbas gjumit amël turoj ç'është dhe natyrshme që t'jesh i gëzuem. Gjithmonë i gëzuem.
e nga gëzimi I madh në sentimentalizëm. Të puthësh drasat e dhomës e shtyllat. Pse s'ka kush na puthën që të puthim drasat e? A di që e ke mirë fare. E ka për drasat e vorrit. Po e thash njërë këtë qatë them tjetër, ka që di unë, o zot, nga na gjeti. Jemi emision viti ri, o Julo, qa na bërë e kështu. Të puthin si që bani Greta Garbo në filmin Mretnesha Kristina, kur shijoj dashunin shtazore, desha të them hynore, po iso jashtë. Ore, ku ka qenë kinema ky, se në Shkodër s'ka kinema, bur, ku e ka pa këtë? Ka marrë të lexoj këta, e jo nuk të merrem pyetje nga tin spak, ku, e si. Mleta marrë këtë letër. Mirë, gjithsesi është e bukur, të paktën nuk shifne, nuk po shef të filmat e Ermal dhe Drilonit, paktën, po shef diçka të... Ç'pun ke ti me ta? Po mi më kota, bur. Ata më erdhën shumë respekte të dy. Të jesh I gëzuem dhe pse nan tjetër zemra të pollset si të palaços. Të jesh I gëzuem se gëzimi yt u jep shpresë edhe tjerëve. Në rast se tryeza e shkrimit çalon, ti qeshu. Po, qeshu se botja është e tëndja, ka thënë ai ore. Në rast se vetmja karrige që ke në shtëpi është e shpume dhe s'ke ku trish, ti prap qeshu. Por e se nuk I dihet më vonë, mund të zësh edhe në një karrige në parlament dhe nuk qesh më pastaj. Oj, ama burra, mirë, a do që ta mbyll, do që të mos flas fare. Në rast se s'ke zjarr me ketë ftohtë, ti prap qeshu mik. Në rast se ndonjë ditë ashtu kot mungon edhe buka, ha patate, se patatja është edhe bukë, edhe gjallë. U futën emocione të mëdha. Kush ishte? Jo, Julian Hugo Angelo Shkreli. Po, se njohim ne. Tani. Po, se në në rrugë teksti, po. Në kryqëzimin e udhëve. Po. Po jo aty te 21. Po. Del në rrugë kryqëzimin e udhëve dhe qeshu se bota do ta ketë zili dhe do thotë, sa I lumtur ashtë. Ere, bëj mashallah, se mos na marrim sysh, se e ke parasysh nuk guxon robi që të qeshë, se thon, sa I lumtur ky vllap. Bëhesh me grip si puna ime pastaj. Disa herë do t'i kishte ra tavolinës me kokë. Mi gjeni po të kishte afër. Na fal shok. E kur të vinë në shtëpi ta shofi shkakun e gëzimit tan, do t'i kujtohet botës vetvetja dhe kur të filloj të qeshi ki e kakaka, smunja e qeshunit do të përhapet ndër gjithë njerëzit si majmunat e masanej do të hidhen përpjet nga gëzimi. Po jo, se nuk dali mirë ashtu, por një person që vetëm qesh edhe s'qan, ka një hallaj se vetëm po qesh, I bie. A ta vazhdoj letrën? Më fal. Edhe kështu uroj që vjetin 1937 2026 se fiksove jetën o burr. 1937 është me programin e vjetër, thash nuk është updateuar si letër. Okej, mirë, na fal. Qa do me thënë ka shkruajt shekullin e kaluar mi gjeni këtë gjë dhe uronte në këtë lloj mënyre. Qa do me thënë ky me këtë? Po ti tani po deshe merë, po deshe mos e merë, ose ndryshe rri, ose ikë. Po shtë rria, por pa thua një gëzuar e ti, ki më bursera në lodhe. Okej, mirë, shumë bukur, ashtu, bukur shumë. Po bezi se s'pëlqejt fare letra. Po të luda më burqajnë këto letra. Po s'kisha bërë ndë njerë nga këto, thash ti benja një. Ti benja edhe ti këto për njërë, ikim nëse po na priti ftuari dhe duhet shkëm. Erdhje? Po, normal e ka që shpar, po. Na fal shumë, na erdhi radhën na fali. Ikim muzikë, kthehemi sërish vetëm pas pak vazhdoni qëndroni këtu me ne.